Kosova, Serbia, pavarësinë e Kosovës, dhe pa heq nga kushtetuta, se ja kemi dhënë këtë mundësi me marrëveshje të orit për 10 vjet. Domethënë deri në 33. Po i bën se Kosova do të integrohet si pjesë kushtetuese e Serbisë dhe s'do ta ketë votën e vet në Parlamentin Evropian. Është kjo logjika e gjërave në aspektin formal juridik. Pra këtu jemi me këtë situatë. Kështu që të gjithë ata që i gëzohen dënimit tyre, që luftojnë dhe kontribuojnë për dënimin e tyre, janë armiqtë e pavarësisë Kosovës. Pik. Edhe ajo Shfarca, ajo gërvalla që doli do bajtu me një deklarat dikuj tjetër atje, edhe ai tjetër që thoshte e brazonte dënimin përjeshëm me një kriminal atje në vrasës bashkëshortës, e të tjerët edhe komplet politika e kësaj lëvizje. Vjosa. Unë kam pa shife ka sondarë që i bëjnë zakonisht NATO-ja këtu këfore. Ata bëjnë njërë periodike, edhe gjatë vitit, edhe kur s'ka zgjedhje. Po kur afron zgjedhje kanë më intensive, edhe para ndoshta ka pas dikun 5 javë, 6, pa data zgjedhjeve, kanë pas një parashikim se Vjosa do të bardh me vete një numër të madh të votave. Dikun 80.000 vota. Dhe se Albin Kurti do ta ketë një rëmje prej 140.000 votash. Pra ky ishte një prognozë e tyre. Pastaj një rritje të LDK-s në një 7-8% dhe një rritje të PDK-s në një përqindje që e bën fuqi të mjaftueshme për ta krijuar koalicionin për bërje të qeverisë. Edhe Ramush Haradini parashikohet një rritje 7-8% dhe grupi i minoritarëve krijoi ekipa mjaftueshme për ta bërë qeverinë si koalicion. Mirë, mënyra, strategjia që ka zgjedhur Vjosa Osmani, duke u menduar tani ta etiketoj Albinin për tradhti, për luftë kundër Amerikës, për tokë, për bëndstirin, këso prollash, se gjitha e vërteta. Këtë armiqësi që i kanë kryer në raport të armiqësimi i Kosovës me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me aleatet ndërkombëtar, kanë ndodhur vërtet nga qeveria Kurti. Por çdo vendim i qeverisë, pastaj filtri nëpër kuvend, dekretohet nga presidentja. Është presidentja që ka vu dekretin gjitha këtyre stërkeqeve politike dhe institucionale, qoftë brenda në aspektin ekonomik, social e funksional të shtetit, qoftë në raportet diplomatike dhe ndërkombëtare. Dhe s'mundet ajo sot me dal, me në u bo profete e pastër, pse po shon Albin Kurti dhe po etiketon si fajtor. Për kundrazi, unë mendoj se ka dhënë kundër efekt. Dhe është e padinjitetshme për lidhjen demokratike, një person që dikur e ka shkatruar komplet lidhjen demokratike, e ka përçall dhe e ka zbrit partinë që ka bon vizionin dhe historinë e shtetit pavarësisë, me presidentin Rugova, e ka zbrit në 11%. Ky është kontributi i Vjosa Osmanit. Dhe tani kjo don me e kthy me ngjall të vdekurin që ka vrarë vet. Unë se shoh as pak moralshme, dhe unë mendoj se elektorati do ta ndeshkojnë me votë. Pra ka një mjerim atje filozofik brenda lidhjes demokratike dhe po shohin shpresën të Vjosa, po mendoj se është shpresë e gabuar. E kam thënë, po përsëris. Vjosa Osmani, Albin Kurti, Lumira Dëgjiku, disa struktura në parti teme, në parti tjera, janë struktura të Sorosit, janë bërësistë të Sorosit, komandohen nga një qendër e vetme, dhe ndërtojnë politika të unifikuar për tërë Ballkanin, edhe në Beograd Vučići, edhe të ju atje e Roma, Erian Velia se lufta, se kush me udhëheq me politika të Sorosit, e çoj Erian Velia në burg, se nuk është ai për fat korrupsionin, se po vjen atë në zyrë të kujtojt. Edhe këtu në Kosovë po të njëjta luftë dhe struktura e Sorosit e ka të kapur komplet vendet e Ballkanit. Vetëm këto vende ende ka Sorosi dorë në bërjen e politikave. Në Kosovë po është bën në aspekt kushtetues. Në Kosovë projekti Soros është programi politik i lëvizjes vetëvendose dhe vetëm surrojt në vitin 2021, 14 shkurt 21, kur kanë ardhur me modelin për Republikën e Tretë dhe një alternativë ndryshe për asociacionin, që të dyja u realizuan. Pra, reformatimi i marrëveshjeve dhe dialogut, marrëveshjet nga all-in-one me njëjë dhe ajo Washingtonit u kthy në planin franko-gjerman. Që janë njësë po thotë, kemi fituar më shumë se ç'kemi kërkuar. Dhe e kje tani të Republika Tretë ka qenë marrëveshja Holbrooke-Milošević për largim të administratës dhe forcave serbe. Por, në rezolut 1244, në paragrafin e parë, thotë, një integritetin territorial të Republikës Federative të Jugosllavisë. Ajo rezolut sot është ende në fuqi në Kosovë. Kemë bënë një reformatim me një amandament 14 në kushtetutën e Kosovës. Por ajo është në fuqi në Kosovë, sepse mbi atë rezolut mandatohet KFOR-i, prezenca KFOR-i në Kosovë. Që do të thotë na jemi mes Skilës dhe Karibës. Heqë rezolutën të me KFOR-in. Le rezolutën, ajo njeh integritetin e Republikës Federative të Jugosllavisë, por e mban KFOR-in. Por këtu është Kosova. Në këtë zgrips është Kosova. Dhe këtu po manipulojnë ta me Republikën e Tretë. Jo me një republikë ekonomike